Kreu lëvizjetve të vendosje në Kosovë Albin Kurti si mandatari i parë pasi partia e tij doli forcë e parë në zgjedhjet e 9 shkurtit, paralajmëroi dështimin e formimit të qeverisë që në nisje të seancës parlamentare, kur mori fjalën teksa tha se asnjë parti nuk ishte pranuar një marrëveshje për të bashkëpunuar. Kushtetuta e Kosovës përcakton që nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emëroj një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë. Forca e dytë e dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit është PDK-ja me Mlik Krasniqit, por ky i fundit në një prononcim për mediat pas mbylljes së seancës, la të kuptohet se nuk do të marrë mandatarin e ri për të formuar qeverinë e re, pasi as ai nuk e ka shumicën dhe se duhet të shkojnë në zgjedhjet parakohshme. Në këto kushte zgjidhja e vetme duket se janë pikërisht këto të fundit, zgjedhjet e reja në Kosovë. Mirë, kemi tekur i Sertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam kënaqësinë të kem të ftuar avokatin Ardian Bajraktari. Avokat, ju përshëndes. Përshëndetje edhe për juve dhe shikuesve të televizionit. Avokat, do doja tani sja fillimisht me insertin që ndojshëm së bashku, pra dështimi për formimin e qeverisë Kurti 3 është një goditje po i shuaj institucionale, por politikisht mund të ketë edhe efekt të dyfisht. Pra nga njëra anë pareshet Albin Kurtin si një lider që nuk arrin të ndërtojë shumicën, dhe nga ana tjetër ai mund ta përdorë ndryshe edhe këtë situatë pra për të viktimizuar si njeriu që se lan të qeverisin si simbol i një politike pra që përplaset me establishmentin. Pyetja është se apo e dëmton tashmë realisht Kurtin kjo krizë, apo nga ana tjetër po e forcon më shumë si një figurë që sfidon sistemin? Ani se si do të rrjedhin situatat varet të shihet, por çka është e rëndësishme me u thënë në ditën e diel u shpërfaqe ajo që e kemi thënë që në krye të herës, se kriza para së gjithash dhe në radhë të parë është çështje politike dhe është mungesë e numrave, le të thosha të tyja taboreve, edhe të subjektit politik fitues relativ të zgjedhjeve në rastin konkret lëvizjet dhe vendosje, mirë po edhe të spektrit tjetër dhe a priori përjashtimin nga kalkulimet i listës sërbe ka rezultu me faktin që asnjëra përkatësisht as tjetrit apo aktualisht nuk i kanë numrat e mjaftueshëm dhe të nevojshëm për të ecur tutje. Natyrisht kjo në bindjen time është mungesë e vullnetit politik për ta jetësuar atë të zgjedhjeve të 9 shkurtit, mirë po që për fat të keq u dashën kaq muj me ardhur deri te ajo e shpërfaqja e së vërtetës asaj që e kemi thënë pra që në krye të herës. Se si do të rrjedhin, a do të mund kjo të kapitalizohet pastaj nga njëri përkatësisht tabori tjetër, varet prej zgjedhjeve të cilat sipas ecurisë dhe dinamikës do të mund të mbaheshin brenda aktiviti ose fillimit të vitit të ardhshëm. Por çka është rëndësishme me u konstatuar është fakti që pasojat kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë jashtëzakonisht të mëdha edhe për politikën, mirë po duke qenë se jemi afërsisht ka fundi i vitit, s'ka mungesë miratimit të buxhetit të vitit të ardhshëm, natyrisht që është një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe rrethon rënduese për komplet nivelin institucional. Shto faktin këtu që s'ka ndonjë indikacion që rezultati mund të jetë esencialisht ndryshe nga ai që ishte në zgjedhjet paraprake, e që e bën të nevojshëm e që e bën të domosdoshëm dhe të pashmangshëm nevojën për diskutime konsensuese dhe kompromise në mes të spektrit politik përkatësisht përfaqësuesve të subjekteve politike. Qartë. Avokat, nga ana tjetër ka zëra që thonë se Albin Kurti e ka parë të pamundur krijimin e një koalicioni dhe ka zgjedhur nga ana tjetër pra vetë rrugën e zgjedhjeve për të forcuar kështu dhe legitimitetin e tij. Por pyetja lind nëse a është ky dështim i llogaritur dhe apo kërkon Albin Kurti një mandat të pastër për të treguar se populli është më i fortë se vetë pazaret parlamentare. Natyrisht në bindjen time kjo është parë që në le të thosha ditën e parë ose ditën e zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku zoti Kurti me një diskurs të ndonjëherë në skenën politike së ku vendore i qaset përfaqësuesve të subjekteve të tjera politike, as më tepër kur një gjë të tillë bën pas përfundimit të procesit zgjedhor, dhe në bindjen time kjo në masë konsiderueshme është dështimi komplet skenës politike
për ta menaxhuar, për ta administruar rezultatin e zgjedhjeve, fillua natyrisht nga subjekti politik fitues relativ i zgjedhjeve, i cili ka dështuar në bindjen time të krijojë një shumicë të nevojshme për të hequr tutje, mirë po natyrisht edhe subjektet tjera politike të cilat njihen si opozitare deri tash nuk kanë arritur që të bashkohen ndërmjet veti, ta tejkalojnë me veten në mënyrë që të ofrojnë një alternativë tjetër qeverisje. Prandaj dështimi është në të dy anët dhe ky dështim varet se si do të rezultojë në zgjedhjet e ardhshme. E qartë, avokat, zgjatja e kësaj krize ndodh në një moment kur Bashkimi Evropian dhe nga ana tjetër dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pritur bashkëpunim maksimal nga Prishtina, sepse një Kosovë pa qeveri funksionale do pson kështu edhe zërin e saj në arenën ndërkombëtare. Pyetja është nëse a rrezikon Kosova të humbas mbështetjen e partnerëve strategjik për shkak të këtij ngërsi të brendshëm politik, dhe të mos harrojmë këtu dhe vendimin e SBA-s për të bllokuar dialogun strategjik. Natyrisht, tashmë Kosova nuk është në pozicionin më të mirë në raport me arenën ndërkombëtare, me thekës veçantë me miqtë dhe partnerët si me Brukselin ashtu edhe me Washingtonin. Dhe kjo situatë pa institucione funksionale, natyrisht se vetëm saj rëndon mas konsiderueshme pozicionin e Kosovës. Le të mos harrojmë faktin që tashmë para pak ditësh një pjesë bukur e madhe e fondeve nga ana e Bashkimit Evropian u alokuan për pjesën ndërmuese të vendeve të rajonit, në cilën natyrisht nuk përfshihet Kosova, dhe kërkesa e vetme dhe mbase eksplicite ishte që të themelohen sa më parë institucionet. Duke qenë se ndodhemi në këtë situatë, kjo natyrisht që vetëm sa e rëndon pozicionin absolutisht të pafavorshëm aktualisht të Kosovës në raport me miqët dhe partnerët tanë, si me Washingtonin edhe me Brukselin. Prandaj natyrisht që duhet të reflektojmë sa më parë në drejtim të rishikimit të qasjes së qeverisë së re, dhe kjo është përkeqëardhje për faktin se tashmë nuk kemi diskutim ose diskurs në aspektin politik në raport me këtë qasje, mirë po fokusi kryesor është se si do të sigurohen numrat se në zgjedhjet e ardhshme ndonjë subjekt ose subjekt tjetër mund të marrë ndonjë përqindje më të madhe ose në numër më të madh të deputetëve. Fokusi në çështjen numrash në bindjen time është absolutisht përkeqëardhje në skenën komplet në skenën politike të vendit. Avokat, nëse ky proces pra nuk zhvillohet në kohë, kush do ta përfaqësojë Kosovën ndërkombëtarisht nëse mandati i qeverisë mbetet pezull dhe rrezikon vendi të ngelet në një zonë gri të kushtetueses ku asnjë institucion nuk e ka autoritetin e plot për të marrë vendime? Aktualisht jemi në fazën ku vjen në shprehje ajo që njihet diskrecioni i institucionit të kreut të shtetit, përkatësisht presidentit të vendit, e cila ka afat prej 10 ditësh nga momenti i dështimit të subjektit të parë të dalë në zgjedhje për ta formuar qeverinë. Diskrecioni i saj nënkupton angazhimin e saj proaktiv në drejtim të sigurimit, përkatësisht në drejtim të asaj që a ka ndonjë subjekt ose person brenda spektrit politik që do të mund ta binte presidentin që ka arrit me siguru një shumicë së paku prej 61 deputetësh në mënyrë që njëjta mi dhën mandatarin, i cili pastaj natyrisht ka afat prej 15 ditësh me themelu qeverinë e re. Natyrisht në kuadër të kësaj nuk përjashtohet as mundësia e rimandatimit të dikë nga subjekti politik fitues përveç zotit Kurti, natyrisht sepse kjo është e pamundur, por edhe subjektet e tjera, me sa kemi pa në kuadër të diskursit publik, një gjë e tillë nuk vlerësohet e përshtatshme për momentin, për faktin se që tham subjektet politike e kanë deklaruar edhe publikisht dhe do t'ja konfirmojnë këtë institucionit të presidentës, në mënyrë që pastaj e natyrisht në konsultim edhe me subjektet të tjera politike, me para së gjitha është dhënë radhë të parë edhe me mekanizmin i cili është i mandatuar me kushtetues dhe ligj për me organizuar zgjedhjet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të diskutojë çështjen e mbajtjes përkatësisht shpalljes së zgjedhjeve të reja. Duhet me pas parasysh faktin që ky institucion tashmë është në proces të organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve përkatësisht ballotazhit, dhe brenda një periudhe kaq të shkurtër natyrisht që është bukur sfidues organizimi i zgjedhjeve, prandaj gjitha këto e rëndojnë mos konsiderueshme shto faktin thusi që përmenda edhe mungesën e miratimit të buxhetit, sepse në instancën e fundit për organizimin e zgjedhjeve të paplanifikuara, siç rezulton të jenë këto që do të mbahen në javët në vazhdim,
ndërtim, natyrisht që duhen buxhet shtesë e gjitha këto besoj që spektri politik duhet mi pas parasysh, prandaj është mirë që me shiku mundësinë që në rrethana përjashtuese, në rrethana të jashtëzakonshme të shikohet mundësia e miratimit paraprak të buxhetit, por për këtë duhet me pas në radhë të parë vullnet të spektrit politik, e cili natyrisht në kuadër të diskursit nuk është që po shihet diçka e tillë në horizont. E qartë, nga ana tjetër Albin Kurti predikon një qeverisje pra pa marrëveshje politike, duke ju drejtuar vetëm legitimitetit popullor. Pyetja lind nëse a mund të funksionojë vërtet kjo filozofi avokat, pra një parti, një qeveri në një sistem që është ndërtuar nga ana tjetër mbi bashkëpunimin, apo është kjo e vetmja recetë pra për krizat të përsëritura që po ndodhin tashmë në Kosovë? Koncepti ynë që nga kushtetuta dhe instrumentet e tjera që rregullojnë këtë funksionimin institucional, në thelbe kanë konsensusin, kompromisin dhe marrëveshjet politike. Me shumë gjas, vitit 2021, kur lëvizja vendvendosje arriti të marrë shumicën e nevojshme që vetë përkatësisht me një koalicion para zgjedhjeve dhe me përfaqësuesit e komuniteteve arriti me kriju një shumicë në kuvend. Me shumë gjas kjo mund të rezultojë si një rrethon përjashtuese, për çka natyrisht që bën të domosdoshëm çështjen e bashkëpunimit, çështjen e kompromisit, dhe marrëveshjeve politike të cilat në thelb është ndërtuar dhe funksionon vendi ynë. Prandaj le të shpresojmë që kjo rrethon nga shkurti i këtij viti deri tash le të shërbejë si një sinjal për reflektim edhe të zotit Kurti, por edhe të subjekteve politike se ky është sistemi ynë dhe se 2021 ka vështirë që mund të rezultojë e përsëritur. E qartë, avokat, nëse vendi shkon në zgjedhjet e reja, mund të kemi edhe një konfigurim të ri politik, pra forcat opozitare duket që kanë filluar të afrohen në heshtje me qëllimin e përbashkët, pra për të ndaluar Albin Kurtin. Pyetja është nëse mund të linë një koalicion pra anti-Kurti që bashkon sigurisht partitë tradicionale rreth idesë së stabilitetit, por edhe kundër modelit të tij përjashtues. Dhe nga ana tjetër, nëse kjo do ndodhte, do të pranojë shoqëria kosovare rikthimin e të vjetrës vetëm për t'u larguar nga Albin Kurti. Mbetet të shihet si do të shkojnë rrethonat në vazhdim. Pavarësisht faktit që në diskurs publik nuk është që ka indikacione së paku për ndonjë marrëveshje le të themi koalicioni para zgjedhor, mirë po natyrisht fakti që nuk pati le të thosha vullnet dhe gatishmëri edhe në ndërmjet veçmas subjektit të dytë dhe të tretë për të bashkëpunuar, në bindjen time nuk është që janë pa përgjegjësi edhe ata në raport me situatën e krijuame, por natyrisht përgjegjësia para se gjithë është dhënë radhë të parë ta kanë subjektit politik fitues, qoftë fituesit relativ të zgjedhjeve, edhe në drejtim të mos thosha menaxhimit të duhur të rezultatit zgjedhor, sepse po flasim për një shumicë relativisht solide, nuk janë nga 61 sot duhen, nuk janë 48 sa shpak, çdo faktin këtu që një pjesë bukur e madhe, respektivisht 8 deputet të subjekteve politike, përkatësisht përfaqësues të komuniteteve jo shumicë dhe jo serbe, e kanë shprehë gatishmërinë për të qenë pjesë, përkatësisht edhe me kushtetutë e kanë parapame. Prandaj është mirë që para se gjithash kjo të adresohet kjo mungesë e le të thosha përgjegjësisë për me ecë tutje, por natyrisht subjekte politike në bindjen time, siç e thash, me theks veçantë ato që njihen si subjekte opozitare deri para zgjedhjeve aktualisht, vlerësoj që nuk ka ndonjë indikacion së paku publikisht se mund të ketë ndonjë aleancë kështu a priori që mund të rezultojë e përbashkuar vis-a-vis zotit Kurti. E qartë, mirë avokat, për të kaluar tek pjesa tjetër, ndjekemi një insert dhe rikthehemi. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë bërë sinonimi një dënimi të zgjatur sipas disave pa arsye, ndryshe nga koha kur janë vendosur komuniteti serb ka marrë pjesë në zgjedhjet e sivjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar. Besojmë që tani nuk ka asnjë kush që arsyeton masat kundër Kosovës në mbajtjen e zgjedhjeve. Serbët kanë përfaqësues të tyre politik në nivel lokal dhe qendror. Kjo në një farë forme shënon rikthimin e jetës politike normale të komunitetit serb në Kosovë,
Ky grup është një nga 12 organizatat e shoqërisë civile që kërkuan javën e kaluar BE-s heqjen e masave ndaj Kosovës, duke argumentuar se rrethanat fillestare nuk vlen më shumë se masat të cilat po dëmtojnë procesin e integrimit evropian, ku bëhet fjalë për grupin për studime juridike dhe politike. Por më tej Radio Europa e Lirë pyet në BE nëse është duke u diskutuar heqja e tyre, por nuk mori përgjigje. Media cituan vetëm konfirmimin e një zëdhënëse së BE-s ku ka pranuar letrën nga shoqëria civile në Kosovë. Këto masa që përfshin ngrirjen e një pjese të fondeve të BE-s dhe pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me zyrtar kosovar u vendosën në mesin e vitit 2023 pas përshkallëzimit të tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe për disa veprime të qeverisë, të cilat BE-ja i përshkroi si pakoordinuar dhe në dëm të komunitetit serb. Mirë, avokata, ka ndonjë arsye reale tashmë për t'i mbajtur ende këto masa apo Bashkimi Evropian nga ana tjetër po mban në fushi një dënim që s'ka më asnjë bazë ligjore, sepse kur vendosën këto sanksione në vitin 2023 arsyeja ishte e qartë. Pra, tensionet në veri dhe veprimet e pakoordinuara të qeverisë të Albin Kurtit. Sot situata disi ka ndryshuar sepse serbët kanë marrë pjesë në zgjedhje, kanë përfaqësues në institucione, por edhe veriu është më i qetë se më parë. Natyrisht masat e kemi thënë që në krye thirrjes se kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë të padrejta në raport me Kosovën. Mirë po, sigurisht që edhe një qasje jo mjaftueshëm korrekte mbi gjitha mungesa e koordinimit dhe njoftimit paraprak me aleatet, me partnerët tanë ka rezultuar me vendosjen e këtyre masave. Dhe kjo besoj që duhet me qenë një sinjal jashtëzakonisht i rëndësishëm për qeverinë e ardhshme kurdo dhe me kushdo që e bën atë, që me thekë veçantë qasjen me partnerët ndërkombëtar duhet me pas parasysh, sepse në instancën e fundit jemi në një pozicion në të cilin natyrisht që edhe fushën e sigurisë me thekë veçantë e kemi jashtëzakonisht të ndërlidhur dhe të ndërvarur me partnerët, me thekë veçantë fushën e sigurisë në pjesën veriore. Prandaj duke qenë se rrethanat në terren kanë ndryshuar esencialisht, natyrisht vazhdimi i qëndrimit të masave është jashtëzakonisht i dëmshëm, përveç se natyrisht i paqëndrueshëm. Mirë po, në zonë të fundit këto janë edhe çështje të byrokracisë së tepruam, do thosha në kuadër të mekanizmave të brenda Bashkimit Evropian, ku vendosja e masave, vendosja e sanksioneve mund të rezultojë më lehtë, ndërsa heqja e tyre natyrisht që ndonjëherë është më tepër sfiduese dhe mund të marrë kohë. Mirë po, unë besoj dhe shpresoj që me një qasje shumë më proaktive në këtë raport të një qeverie të re kushdo dhe kurdo që do të bëhet, unë jam optimist që ato do të heqen për faktin se, siç e tham, vazhdimi i qëndrimit të tyre nuk është i qëndrueshëm, nuk është i bazuar për faktin se rrethanat në terren kanë ndryshuar. Tashmë kemi pjesëmarrje aktive të subjekteve politike dhe të qytetarëve serbë në zgjedhjet komunale. Besoj kështu do të jetë edhe në zgjedhjet e ardhshme kurdo që mbahen. Mirë po, natyrisht që duhet të jemi pak a shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm edhe në nivelin qendror, në mënyrë që të mos vim në situata që të ketë ndonjë rrethon çfarë të qoftë ajo për me justifikuar vazhdimin e qëndrimit të këtyre masave nga ana e Bashkimit Evropian. Avokat, a tregojnë këto masa të cilat janë ende në fushi, pra se Bashkimi Evropian po e trajton Kosovën me standarde të dyfishta, kur pra një vend kandidat që ka respektuar procesin demokratik ndëshkohet dhe nga ana tjetër vendet që shkelin hapur të drejtat e njerëzit marrin edhe fonde pa pengesë në fundit, ku bëhet fjalë këtu për Serbinë. Natyrisht kjo qasje, siç e tham, është absolutisht e pa pranueshme dhe jo në rregull nga ana e Bashkimit Evropian, i cili, siç e kemi thënë mbase në diskutime edhe me juve, por dhe jo vetëm, në jo pak raste ka luajtur qeniet Shkopi dhe Karrota, dhe në këtë drejtim një përkthjellje në bindjen time ndonjëherë edhe jo reale dhe jo e qëndrueshme në raport me Serbinë dhe Beogradin zyrtar, ka qëndruar dhe vazhdon me shoqëruar qasjen e Bashkimit Evropian, pikërisht për faktin që këtë të fundit Serbinë mos me kushtimisht me thonë me josh sa më tepër në raport me Brukselin, në mënyrë që me shmon nga ndikimi ros. Mirë po, kjo besoj që neve nuk mund të jemi mjaftueshëm të vëmendshëm dhe të me ndiku në këtë proces. Mirë po, ajo që ka në fakt duhet të bëjë një politike përgjithshme dhe largpomëse në Prishtinë, është që qasjen në raport me veriun me thekë veçantë
ta ketë në koordinim me faktorin ndërkombëtar, me Washingtonin dhe me Brukselin, sepse në instancë të fundit, siç e tham, është e rëndësishme me pas një bashkëpunim më të mirë, e cili natyrisht që në këto vitet e fundit nuk është se ka qenë në nivelin e duhur. E qartë, ndërkaq shpërndëllimi i fondeve dhe i takimeve të nivelit të lartë prek jo vetëm administratën, por ekonomi, bizneset edhe studentët. A nuk po dëmtohen avokat qytetarët e zakonshëm të Kosovës, ndërsa Brukseli nga ana tjetër pretendon se po ndëshkon qeverinë? Natyrisht pasojat janë të mëdha. Pasojat mbi të gjitha janë edhe në ekonomi, edhe në fushat e tjera, për faktin se, siç e tham, janë dikun 80 milion euro që do të duhej alokuar në mënyrë të drejtë për drejtë një pjesë grande, një pjesë kredi të favorshme për institucionet tona, e që natyrisht kjo në instancë e fundit e godet komplet Kosovën. Prandaj kjo para së gjitha është dhe në radhë të parë do të me qenë brengose për skene politike të vendit, në mënyrë që me reflektu një qasje ndryshe në raport me Bashkimin Evropian, mirë po natyrisht edhe Bashkimi Evropian, duke qenë se në vazhdimsi ka qenë kontribues i madh i rezultatet e arritjeve në Kosovë, prandaj vlerësoj që me një komunikim, me një koordinim më të mirë, do pasoja do të mund të evitohen në të ardhmen e afërt, po shpresoj. Ndërkaq nga ana tjetër disa thonë se Albin Kurti, avokat, po e përdor këtë dënim evropian si kartë politike pra për të paraqitur udhëheqësi që nuk i nënshtrohet Brukselit. A është kjo një pjesë e strategjisë së Albin Kurtit për të forcuar nga njëra anë imazhin e të pavarurit, apo thjesht është një lojë e rrezikshme tashmë që ka prekur gjithë Kosovën? Shiko, liderët shtetëror, udhëheqësit e vendit, para së gjitha është dhe në radhë të parë, duhet të bëjnë atë që i duhet vendit, i duhet popullit, jo atë që ka në fakt i pëlqen popullit, sepse në instancë e fundit ata duhet me pas një politik, një qasje më vizionare, më largpamëse në raport me thekë veçantë me partnerët siç është rasti me Kosovën. Prandaj një qasje e tillë është e gabuar se vërtet është e tillë, e ndonjëherë duke qenë se diskursi le hapësirë për me kuptuar që pikërisht kjo është qasje. Prandaj vlerësoj që sa më parë që të kuptohet një qasje e tillë është mirë që të shmanget, në mënyrë që liderët të vendit të bëjnë jo vetëm çka i pëlqen popullit, mirë po çka në fakt edhe i duhet popullit, e në këtë drejtim koordinimi me aleatët, me partnerët tanë strategjik, me ata që e kanë mbështetur Kosovën edhe në çlirim, edhe në pavarësim, edhe në shtetëndërtim, është esenciale dhe shumë i rëndësishëm për të ecur tutje përpara si shtet dhe shoqëri. Në fakt, avokat, në çdo takim mesazhi i Bashkimit Evropian ka qenë i qartë, pra zbusni tensionet, zbusni tonet, ulni tensionet dhe bashkëpunoni me Serbinë. A mos ndoshta këto masa janë një mesazh i qartë për Kosovën se duhet t'i nënshtrohet tashmë dialogut? Vendi ynë duhet me pas parasysh faktin që ka marrë detyrime ndërkombëtare, ka marrë zotime ndërkombëtare, të cilat natyrisht herët ose vonë duhet me i jetësu. E në këtë drejtim, dialogu, fqinësia mirë është parakusht për të ecur tutje në raport me hapat drejt integrimit në strukturat euroatlantike, të cilat natyrisht që është dhe duhet me qenë synim i yni si shtet. Prandaj vlerësoj që një qasje e tillë e Bashkimit Evropian nuk është vetëm me Kosovën, mirë po identifikimi, përkatësisht shmangja e tensioneve është njëri prej elementeve kyçe për të ecur tutje, qoftë për Prishtinën, qoftë për Beogradin, dhe sa më parë që të kuptohet me thekë veçantë nga fqinjë ynë verior një qasje e tillë, vlerësoj që do të jetë në të mirën e të dyja vendeve, por edhe të rajonit, sepse një qasje e tillë duhet me ndodhë herët ose vonë. E qartë. Mirë, avokat, pyetja e fundit për ta mbyllur, ndërkaq ashtu si dëgjojmë dhe në një ser, shoqëria civile i ka dërguar letrën e saj pra Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër kemi një përgjigje e cila mungon, ndërkohë Kosova mbetet në përjetje sigurisht pra me fondet e ngrirura dhe takimet e pezulluara. A do ta lejojë Bashkimi Evropian pra që kjo ngrirje të zgjas përfundimisht, apo po pret nga ana tjetër ndonjë sinjal politik për të hequr këto masa? Me sa kemi pa para ca kohësh, njëra prej kërkesave mbasi ata e vet, me ka qenë që të themelohen sa më parë institucionet në mënyrë që të zhbllokohen këto fonde. Prandaj unë besoj që një qasje e tillë
do të vazhdoj dhe pres që fillimisht themelohen institucionet, qoftë para zgjedhjeve, po rezulton që tjetë vështirë e arritshme, mirë po besoj që në pjesën e parë të vitit të ardhshëm do të mund të kemi zhbllokim nën supozimin që të kemi reflektim nga skena politike vendore në drejtim të themelimit të institucioneve të reja sa më parë që tjetë në mundur.